merreni thot me të metat e vllajt tuaj në fe, por nuk shikoni mangësitë e juaja. Kjo është një nga problematikat globale në botën islame. Pse them botën islame? Se Islami ndalon me Kur'an marrjen me jetën e njerëzve të tjerë. E yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta, a mos don dokush për ju të haj thot mishin e vllaut të tij të vdekur? Fakarihtumu, jo, ju e urreni gjë të tillë. Është e shpifur si të hahet mishi i vllaut musliman të vdekur. Është kanibalizëm, ka përshtir njeriu kur e mendon. Ndërkohë Allahu e ka quajtur që marrjen me jetën e të tjerëve është sikur me ngrënë mish të një njeriu të vdekur. Por ai tha, ju thot lini mangut, kritike ndaj vetes tuaj. Dhe nuk ka diskutim që kritika ndaj vetvetes ton për të parë mangësitë tona është hapi i parë drejt përmirësimit në raport me Allahun xhaleshano.